Java 4 të pjesës së dytë të kampionatit në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve nuk solli asnjë befasi, pra skuadrat favorite nuk lëshojnë pozitat edhe pretendimet e tyre. Në ndeshjen e fundit të raundit të 4 në fazën e play-offit, Susheva mundi ekipin Universitetit Tetovës me rezultatin 3-2 në sete. Për ekipin e Universitetit të Tetovës ishte kjo disfata e 4 me radhë në pjesën e dytë të kampionatit. Në 2 ndeshje tjera që u zhvilluan në fundjavë u shënuan këto rezultate: UGD Shtipi Boreci 3-1 në sete dhe Strumica Rabotnički 3-0. Pas 15 ndeshjeve të zhvilluara, tabelën e fazës së play-off kryeson UGD Shtipi me 43 të ndjekur nga Boreci Velesit që ka 38 pik. Kampioni në fuqi Strumica tani me 37 pik mban pozitën e tretë. Në fazën play-out, ekipi Shkëndijës me fitoren në Strumic kundër Makedonia Gjio 3-0 në sete ka regjistruar fitoren e 4 radhazi, ndërsa Liria e Zherovjanit me rezultatin 3-0 në sete mundi Vesna Probi Shtipin. Fitoren në cilësinë e mysafirit ka regjistruar edhe klubi i volejbollit Skopje kundër Janta Volej. Në fazën play-out kryeson Shkëndija me 26 pik para ekipit Liria të Zherovjanit me 23 pik.